E ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, tani gati të zhvillojmë edhe bisedën e parë, siç ju kam paralajmëruar, do flasim sot për një aktivitet shumë unik që është mbajtur gjatë ditës së djeshme, por edhe gjatë ditës së sotme në Blinaj, kampi pyjor 2025. Do të kemi mundësi që mësojmë më shumë rreth këtij aktiviteti, por gjithashtu do të mësojmë edhe për rëndësinë e edukimit në pylltari dhe këto do t'i flasim me të ftuarit tonë, cilët na e kam pasuru studion ton. Kam kënaqësinë t'i prezantoj ekspertin e pylltarisë Ergen Hajredini. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Shumë kënaqësi. Ndërkaq që mos i mdhënse në Xhevdet Oda, na është bashkohen ngjitur në këtë bisedë dhe zonja Blerina Hoxha. Përshëndetje Blerina, faleminderit që jeni me ne. Edhe dy nxënëset e gjimnazit Xhevdet Oda, Era Sheholli dhe Erina Sejdiu. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Doja të nisnim bashkë bisedën zoti Hajredini në lidhje me këtë aktivitet, e thash diçka shumë e veçantë, në një vend shumë të veçantë që ne kemi, siç është Blinaja, kampi pyjor 2025. Nëse mundeni më na dhoni detaje rreth idesë, qëllimit, organizimit, çka ndodhi në këto 2 ditë. Rreth parë falenderojm televizionin publik RTK për dhënien hapësirë e këtij aktiviteti, kryesisht vlerës së pyjeve dhe këtij aktiviteti që është ndërmarrë që ndërlidhet me promovimin e vlerave dhe edukimin në sektorin e pyjeve, mbrojtjen e tyre dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm. Programi i FAS mbështetet nga Suedia dhe Bashkimi Evropian. Është një projekt i cili synon mbështetje në menaxhimin e qëndrueshëm dhe shumë qëllimor të pyjeve për të zhvilluar zonat rurale dhe poshtu edhe ndikuar në luftimin e ndryshimeve klimatike. Në kuadër të programit, aktiviteti i cili ndërlidhet me promovimin e vlerave të pyjeve dhe në edukimin në sektorin e pylltarisë ka zhvilluar ciklin apo radhën e tretë, domethënë të kampit pyjor. Këtë vit ka qenë viti i tretë që zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe shpresojmë domethënë që edhe në të ardhmen domethënë të vazhdojnë aktivitetet të tilla. Synim kryesor i këtij kampi kanë qenë brezi i ri, ku kanë marrë pjesë nxënësat e 2 shkollave të mesme, njën e Ulpian, shkolla e mesme Ulpiana dhe po ashtu edhe shkolla Xhevdet Oda në Prishtinë, ku të rinjt kanë mësuar rreth vlerave të pyjeve, aspektet shumë qëllimore të tyre, pasi pyjet nuk janë vetëm druri, mirë po është jetë, është ekosistemin në përgjithësi, domethënë që neve duhet t'i vlerësojmë domethënë si shoqëri edhe të kujdesemi për ato. Sa i përket fokusit, targetit në përzgjedhjen e brezit të ri, arsyeja është për arsye se neve nëse neve investojmë si shoqëri tek brezi i ri, është të domethënë kemi investuar edhe për sigurinë tonë, për të ardhmen tonë. Për të ardhmen padyshim. Kjo ka qenë. Përkaq që ju më pak të herë se sa krenar keni qenë gjithë kohës kur keni pasur këtë komunikimin me të rinjt e shkollave të cilët kanë qenë pjesë e këtij projekti, kështu që jo besoj që kjo e ka pasuruar akoma më shumë këtë aktivitet apo jo. Kosova përpos pasurive natyrore, pasurinë më të madhe ka rinin dhe të rinjet, të cilët domethënë janë të apasionuar, janë shumë të aftë edhe kanë nevojë edhe për një njohuri, domethënë pikërisht ky aktivitet që kemi zhvilluar bashkërisht e ka dëshmuar dhe e ka treguar ato, ku neve domethënë gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti po ashtu kemi marrë edhe disa mesazhe nga të rinjt, po ashtu edhe disa piktura që janë zhvilluar me mesazhe të qarta dhe shumë të fuqishme domethënë për vlerat e pyjeve. Prandaj domethënë kjo neve na bën akoma domethënë të lumtur edhe na jepet fuqinë që neve të punojmë akoma më shumë për sigurimin domethënë e resurseve pyjore për neve tani mi po për brezat e ardhshëm. Blerina, sa është e rëndësishme që brezi i ri, po edhe në përgjithësi, gjithë shoqëria të flasë rreth rëndësisë së pyjeve, mjedisit edhe tjera? Është shumë e rëndësishme një temë e tillë dhe me të vërtetë ka qenë kënaqësi që kemi qenë të ftuar nga FAO në një projekt të tillë, konkretisht në kampin pyjor për këto 2 ditë. Dhe ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e mirë për nxënësit, duke ditë që shumë gjëra nga këto që i prekin brenda kurrikulës lëndore në shkollë,
kuadër të landës së gjeografisë, të biologjisë, e kështu me radhë, por që fatkeqësisht lidhja me natyrën neve na mungon në përgjithësi. Po ashtu pjesa praktike na mungon, fatkeqësisht nuk kemi mjaftueshëm kushtet për t'i realizu, dhe një përvojë e tillë që u realizu dhe pan nga afër ato pyje siç është në Blinaj, që janë resurse të jashtëzakonshme, po ashtu edhe kafshët konkretisht apo biodiversitetin që e kemi në brenda këtij pylli, është me të vërtetë me rëndësi shumë të madhe. Ka rëndësi jashtëzakonisht shumë sepse nuk është që është e mundur për tu realizuar mjaftueshëm diskutimin mbi rolin e pyjeve në përgjithësi për mjedisjen, për natyrën, qoftë si florë, faunë, që i gjejmë brenda tyre, dhe po ashtu e diskutuam dhe mbetëm si përfundim që të kemi po ashtu një bashkëpunim edhe më të madh me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë, Agjencionin e Pyjeve, që t'ju jepet mundësia dhe të promovohen më tepër pyjet tona brenda shkollave tona. Ata si institucione të bëjnë një lloj promovimi brenda institucioneve shkollore që nxënësit të njihen më afër mbi resurset pyjore, po ashtu dhe sa është e mundur që këta nxënës me këto kapacitete mjaft të mëdha të kenë mundësinë për studiu, për mjedisjen, për pylltarinë, që me të vërtetë na nevojitën për vendin tonë këto kapacitete. Teksa fliste profesoresha, po shenim disa palme nga vizitat që keni bërë në Blinaj, edhe po besoj që kanë qenë vërtet momente të bukura për juve, ndoshta i keni mësu në literaturë, megjithatë është tjetër kur del edhe e përjeton vetë, kështu që Era nëse mund të shumë të regu, si kanë qenë këto 2 ditë pjesë e kampit? Kanë qenë eksperiencë shumë e mirë, edhe prej momentit kur na kanë mësu ma shumë për pyjet, për mjedisjen, për sistemin ekologjik, biodiversitetin në përgjithësi, deri në momentin kur kena bërë aktivitete edhe ecjen pyll edhe pashtë kena pasur mundësinë për por ma shumë kafsh edhe faunën e ndryshme që jeton në atë vend si në Blinaj. Elina, për ty? Atëherë fillimisht kjo iniciativë ka qenë shumë me rëndësi shumë të lartë edhe për neve si gjimnaz natyror, për arsye se gjimnazi natyror Gjevdet Doda lidhet me këtë temë. Pyjet ka një rëndësi shumë të madhe ekologjike, gjithashtu edhe shpërfaqin vlera shumë të rëndësishme për secilin prej nesh. Kështu që edhe kjo iniciativë dhe ky kamp i mbajtur ka qenë shumë i rëndësishëm edhe ka shpërfaq vlera të cilat neve na duhen edhe na ndërlidhen qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe të tërthërt me ato të cilat ne i shpjegojmë dhe i mësojmë së bashku në gjimnazin Gjevdet Doda. Pra, ky kamp sapo ka përfundu, le themi sot gjatë ditës, edhe besoj që ka pasur punë intenzive, takime, edhe besoj edhe shkëmbime të përvojave, ide të tjera të cilat munden me u zgjeru, më pastaj edhe në ndonjë aktivitet të ngjajshëm ose të kësaj natyre, cilat janë planet, ju mendoni me vazhdu, me diçka të tillë duke parë edhe interesimin edhe duke parë që ju tani keni pasur mundësi 2 shkolla me ofru në këtë projekt, por ka edhe gjimnazit të tjera në territorin e Kosovës ku do të përfitoni nga një organizim i kësaj natyre? 2 kampet e kalume para 2 vite, domethënë, edhe vitin e kaluar, kanë qenë domethënë të fokusuar në komunat e ndryshme të Kosovës, në kuadër të zbatimit këtij programi për pyjet nga organizata e FAO-s. Ne kemi pas domethënë targetin edhe zgjerimin domethënë promovimit të vlerave të natyrës edhe edukimit domethënë për mbrojtjen e pyjeve. Sa i përket asaj se si planifikohet në të ardhmen, pjesë e kampit 2 vitet e kalume, mirë po edhe këtë vit, kanë qenë edhe Agjencioni i Pyjeve, Departamenti i Pylltarisë, po ashtu edhe ekspertë të pamvarur domethënë të fushave të ndryshme. Prandaj kjo është një eksperiencë 3 vjeçare, ku 3 kampet kanë qenë të organizuara bashkë me institucionet, dhe po shpresojmë domethënë që eksperiencat e marra, edhe duke marrë në konsiderat edhe outputet apo rezultatet e këtyre kampeve, do të jenë dobishme edhe për institucionet që ata domethënë të organizojnë në të ardhmen domethënë kampe kryesisht me 3, në mënyrë që domethënë të sigurojmë që po ashtu edhe të përzgjatin fushën e studimit pyjet, pasi sektori
ka mangësi, domethënë sa i përket stafit profesional, ka nevojë për kuadër të ri, mirë po përpos studimit gjithsesi ne çdo qytetar i Kosovës kemi obligim mund të japim kontributin tonë në aspektin pozitiv, mirë po gjithashtu domethënë nëse nga një herë edhe nga padija domethënë mund të shkaktojmë edhe rreziqe, siç është rasti për shembull hudhja mbeturinave natyrë apo zjarret pyjore që të cilat viteve të fundit kanë qenë shumë të shpeshta. Prandaj domethënë këto aktivitete kryesisht fokusin e kanë mbrojtjen e resurseve dhe forma më e mira për çdo problem është komunikimi. Komunikimi, edukimi, mësimi për vlerat edhe çka është më rëndësishme, pyet nuk janë vetëm druri, mirë po është siguria domethënë e jetës tonë, domethënë nëse rrezikojnë këto resurse normale që do të rrezikohet domethënë edhe shëndeti jonë domethënë njerëzve edhe këto janë qëllimet kryesore që shpresojmë që në të ardhmen të vazhdohet domethënë me aktivitete të tilla. Pikërisht këtu ku e përfundoi fjalinë e tij edhe zotja Iredini, doja të ndalesh sa është e rëndësishme pikërisht të ketë një edukim të mirëfillt sa i përket pyjeve, kujdesit ndaj pyjeve dhe sa keni mundësi ju si gjimnazjev dhe doda që me inkorporu do të këtë pjesë të arsimit në kurrikulën që ju e ushtroni çdo ditë. Sa është e mundur, në fakt është shëmbetet paka shumë baza vullnetare, edhe me iniciativa individuale brenda individëve në shkollë. Ne kemi ekoklubin që na funksionon paka shumë që disa vite dhe gjithmonë mundohemi që këto ditë të rëndësishme dhe një prej tyre që është dita pyjeve, ta shënojmë me ndonjë aktivitet caktuar, qoftë edhe me ndonjë mbjellje të ndonjë bime caktume, apo në ditën e tokës që lidhet konkretisht me rëndësinë e pyjeve. Kurrikula nuk është që drejt për drejt, fatkeqësisht, fokusohet që ti përfshijë dhe me u ditë shumë saktë se cilat na i kemi këto resurse të pyjeve brenda vendit tonë. Me përqindjet, me llojet e tyre, edhe mbi rëndësinë e tyre në përgjithësi. Krejt kjo si çka e përfshin kurrikula është që paka shumë në pjesën e mjedisit është që përfshihet në fund të klasës së 12, që unë mendoj që është mjaft vonë. Për faktin se tani ma ata janë vetëm 18 vjeçare dhe nevojitet që kjo pjesë e kurrikulës që ka të bëjë mbi rëndësinë e pyjeve të jetë në moshat shumë të hershme. Do të thotë në fillore. Në fillore, aty isha duke dalë që duhet jetë duke filluar nga shkollat fillore, më saktësisht dhe në ciklin e ulët fillor, që këta nxënës edhe këta fëmijë të fillojnë qysh në moshën e hershme të kuptojnë mbi rëndësinë e pyjeve dhe ato të shkojnë si resurse dhe të rëndësishme për ata. Jo të shohin një diçka që pylli është vetëm një dru aty përreth tyre dhe nuk është që me e ditë nështë shumë rëndësinë e tyre. Kështu që me të vërtetë është e rëndësishme shumë që të punohet këtë drejtim për institucioneve përkatëse që rujtja e pyjeve të fillojnë edhe si të ruajmë, si të pyllëzojmë e kështu me radhë, të fillojmë sa më herët që është e mundshme mbi qysh nga moshat e vogla, që ata të kuptojnë rëndësinë e mbjelljes janë një druri, ruajtjes së tyre dhe konkretisht se çfarë do bija ato na sjellin në të ardhmen. Në kaq që sa e konsideroni të rëndësishme se që tha dhe profesoresha që të ketë një edukim të mirëfillt që nis prej shumë më herët pikërisht për rinin tonë, për shoqërinë në përgjithësi, për mjedisin. Unë personalisht e shoh se ne e gjë shumë e rëndësishme për arsye që unë si maturante shumica e kanë zgjedhur profesionin që kanë dashur ta bëjnë, sidomos në klasën e 12 dhe është shumë vonë për me i shty persona të ndryshëm që dojnë me studiu në gjëra të ndryshme për me shku në pyllëtari, pasi që e kanë zgjedhur profesionin e tyre, për këtë arsye, është shumë më mirë që të fillojmë prej një moshë shumë të re që me mësu fëmijët e vegjël për mjedisin, për rëndësinë e tina, për në gjithë gjërat që kanë të bëjmë të. Elina, për ty sa është e rëndësishme edukimi në pyllëtari për pyllëtarin? Atëherë, fillimisht edhe kampi pyjor që besoj edhe ka pas këtë iniciativë është që të rinjtë të kuptojnë rëndësinë që ka kjo fushë edhe
mundësit që i ofron, për arsye se kemi pasur mundësinë që të diskutojmë edhe rreth vendeve të punës, po edhe rreth shumave financiare që i gjeneron qoftë shteti i Kosovës apo edhe vendet tjera nga kjo fushë, pra rëndësia e saj është shumë e madhe. Gjithashtu edhe projektet e tilla siç është kampi pyjor janë shumë të nevojshme, jo vetëm për shkollën Xhevdet Doda si gjimnaz natyror, por për të gjitha shkollat e tjera, pasi pjesa teorike dhe literatura natyrisht është shumë e rëndësishme dhe e pazavendësueshme, por kur shoqërohet me pjesën teorike, daljen në terren edhe vëzhgimin e atyre të cilët ne i studiojmë edhe i mësojmë, atëherë përvetësohet në përpikmëri, edhe vetëm kështu arrihet që të nxirren profesionist, të nxirren nxënës të cilët premtojnë edhe i premtojnë vendit ton, edhe po ashtu që janë profesionistë në fushat e tyre që i zgjedhin të ndjekin në të ardhmen. Prandaj shpresoj shumë që iniciativa të tilla të rriten, edhe sidomos në fushën e pylltarisë, bujqësisë dhe fushave të tjera, të cilat me të vërtet premtojnë shumë për vendin tonë edhe që kanë potencial të lartë. Zotja Hredini, cila është situata e pyjeve në Kosovë? Sa jemi të kujdesshëm në përgjithësi si shoqëri, sepse në këtë rast ne po flasim për gjimnazet, në gjatë që tha edhe profesoresha është vonë, nëse fillojmë edhe mendojmë për pyjet, për rëndësinë e tyre, për mbrojtjen e tyre, për mjedisin përgjithësi në matur. Dohej të gjithë ne si shoqëri të mobilizoheshim edhe të mësonim fëmijët që shprej moshës kur ata fillojnë edhe ecin e dalin në natyrë. Duke marrë rëndësinë e pyjeve, përqindjen që ato mbulojnë domethënë territorin e Kosovës, ku 46% e territorit mbulohet me pyje. Dhe pastaj domethënë edhe vlerat që ato kanë qoftë në aspektin e produkteve që japin, gjenerimin e punësimit, mirë po pyjet nuk ofrojnë vetëm produkte, po ofrojnë edhe shërbime. Dhe te produktet flasim për drurin teknik, drurin e zjarrit, çdo vend domethënë faktikisht ka ndërtu domethënë tyrat e shtetit, flasim për vendet skandinave, dhe ata jo pa qëllimi quajnë domethënë si ari gjelbërt. Fatkeqësisht në Kosovë neve nuk jemi të shfrytzuar domethënë për përfitim, domethënë benefit në forma të qëndrueshme. Prandaj domethënë neve duhet të kthejmë domethënë fokusin tek pyjet, shtojmë investimet në sektorin e pyjeve, shtohen kuadrat profesional në sektorin e pyjeve, kemi një industri e cila bën një eksport jashtëzakonshëm në shtetet e Bashkimit Evropian tek produktet e drurit. Të cilat i kemi pa të ekspozuara në panajre ndër më të rëndësishme në botë. E vërtet. Mirë po tani domethënë shumica e produktit primar që ata përdorin, ato zakonisht importohen prej vendeve tjera. Pra nuk shfrytëzohet. Nuk shfrytëzohen resurse. Për arsyen se çësia në tregin e Bashkimit Evropian kërkon domethënë edhe certifikimin e produkteve, që është një si dëshmi domethënë që tregon që ato resurse apo ai produkt vjen nga një pyll i menaxhuar në formën e duhur, të qëndrueshme. Prandaj domethënë neve duhet të ndryshojmë domethënë çësjen ndaj pyjeve dhe të fillojmë domethënë edhe të menaxhojmë formën e duhur. Këtu nuk flasim vetëm për produktet e drurit, mirë po është një produkte tjera të cilat domethënë vijnë nga pyjet, janë po ashtu edhe produktet dyta pyjore. Këtu flasim domethënë për bimë mjekuse dhe aromatike, po ashtu edhe frutat e pyllit, ku mbas disa dhënave të Agjencisë Statistikore të Kosovës, rreth 25.000 persona domethënë merren me këtë grumbullimin e këtyre produkteve. Kryesisht janë banorë të zonave rurale, që neve faktikisht jemi të vetëdijshëm sot domethënë edhe dëshmitar që shumë njerëz për lëvizin nga zonat rurale për një jetë më të mirë në qytete, po edhe emigrimi. Prandaj domethënë neve shumë lehtë mund të ndryshojmë domethënë edhe formën edhe çësjen ndaj resurseve. Kur flasim për shërbimet që ofrojnë pyjet, jemi dëshmitar të ndryshimeve klimatike, ku edhe gjatë kampit një prej temave kryesore ka qenë menaxhimi shumë qëllimor i pyjeve, bazuar në funksion dhe po ashtu edhe diskutime apo mësime domethënë cili është roli i pyjeve domethënë në reduktimin e efekteve të ndryshimeve klimatike. Dihet që pyjet janë absorbuesi kryesor i dioksidit karbonit dhe lërimi i oksigjenit, që është i domosdoshëm për neve. Jetik. Prandaj domethënë bota janë tre funksionat kryesore të pyjeve: funksioni ekonomik, social dhe mjedisor.
shumica vendeve të botës të i marrë për bazë domethënë edhe efektet e ndryshimeve klimatike, prioriteti i jepet funksionit ekologjik. Mbrojtja prej rreziqeve natyrore, pastaj domethënë janë këto fondet e karbonit, sekuestrimi i karbonit. Prandaj edhe neve duhet të përqendrohemi të ndryshojmë edhe formën çasjen e menaxhimit të pyjeve, domethënë edhe forcimin e monitorimit të shfrytëzimit të pyjeve. Fatkeqësisht, që nga pas luta, pyjet janë atakuar nga prerje të shumta ilegale, që vazhdojnë edhe sot, po jo me ritmet që kanë qenë, për arsye edhe ndryshimit formës së ngrohjes me energji alternative. Gjithsesi, problemi ngelet domethënë prap akoma domethënë është sfidë, ndërsa sa i përket domethënë këtyre ndryshimeve, këto ndryshime bëhen domethënë pikërisht domethënë me edukim, me kuadro të reja, me rini, të cilët janë domethënë burimi kryesor apo potenciali i këtij vendi për ndryshime pozitive. Edukimi nuk duhet të fillojë domethënë nga shkolla fillore apo e mesme, por ndoshta duhet të fillohet edhe nga qardhja, domethënë nga kopshtët, ku fillon domethënë ndërtimi domethënë i njohurive të personave, edhe kështu që domethënë do të kemi çështje domethënë ndryshim pozitiv ndaj vlerësimit të resurseve dhe menaxhimit të tyre. Më intereson të di çfarë kanë qenë komentet e nxënësve gjatë këtij kampi, po edhe në përgjithësi sa i përket rëndësisë së edukimit rreth pyjeve dhe rreth mjedisit. Ne po flisim përpara se të nisnim bisedën se sa na befasojnë çdo herë rinia me idetë, me perspektivën e tyre, me atë se çfarë munden me sugjeru që ndoshta jo çdo herë është ajo që ne e mendojmë, por vërtet rinia jonë sot po ka mundësi me eksploru më shumë, me marrë dhëna më shumë, edhe shpesh, sidomos në këtë studio mund kam befasu me ide që ata japin. Ka ndodhur diçka e tillë në këtë kamp që keni pasur 2 ditor, po edhe në përgjithësi gjatë mësimit që keni? Po, është e vërtet shumë që me të vërtet janë nxënësit e shkëlqyeshëm dhe kanë kapacitete të jashtëzakonshme, sepse kemi pa dhe më herët edhe në kuadër të ekoklubit që neve funksionojmë disa vite brenda gjimnazit tonë, po ashtu edhe gjatë këtij kampi 2 ditor që është realizuar dje dhe sot. Nxënësit komentet kanë qenë jashtëzakonisht pozitive dhe me të vërtet kanë marrë shumë informata të reja që kemi diskutuar së bashku, që më herët nuk i kanë pas edhe nuk e kanë pas ndoshta idenë që këto si institucione merren me këto gjëra, ose duke filluar nga ajo që kemi edhe Universitetin e Pylltarisë në komunën e Prizrenit, që ishte një informat të re që për këta nuk kanë qenë fare të informuar. Për atë dhe ceka më herët që është shumë e rëndësishme që këto si institucione të dalin nëpër shkolla, duke filluar nga ciklet e ulta, prej parafillor ashtu si e tha Ergini, shkollën ciklin fillor të ulët, të mesëm të ulët, pastaj edhe të mesëm të lartë. Sepse në këtë mënyrë na kemi me ngritë vetdijen edhe këta do ta kuptojnë se çka ofron pylli brenda vendit tonë. Përmendi po ashtu që pyjet nuk janë gjithmonë vetëm si resurs kuptimin dru, teknik apo edhe ai për dru zjarri, por që brenda pyllit është ajo që shërben një vendbanim për shumë bim edhe shtazë të tjera që janë të rëndësishme, qoftë bim mjekuse apo në zinxhire të ndryshme për mjedisin. Duke ndiku po ashtu edhe në ndryshimet klimatike, që u diskutu mjaft shumë, edhe ishte kënaqësi që nxënësit kishin mjaftuar shumë informata mbi ndryshimet klimatike që veç po ndodhin, që po ashtu kemi pa edhe ne gjatë këtyre viteve të fundit, po vije dimri, pareshjet borës, pastaj edhe me shfaqje të disa organizmave që nuk i kemi të pranishëm, që u diskutu po ashtu me lejlekun që është një shpend shtektar, dhe po kemi rastin që vitin e kaluar kanë shtektuar në Kosovë, që nuk ka ndodhur më herët, për faktin se kemi pas dimra të fortë, të ftohtë, por këto vitet e fundit po kemi dimra të butë, pareshje bore, pa ngrica, edhe gjithsesi kjo po na ndryshon neve këto këtë mjedis, që ndikon drejt për drejt pastaj edhe në organizma të ndryshëm bimore shtazor, e po ashtu edhe në shëndetin tonë. Dhe mjegullat që ishte sot prezente. Konkretisht, ishte pak na ka shpaq sfidë, sepse patëm terren, patëm mundësimi po shtazët prej afër aty brenda Blinajës, por drenusha drerët janë ato pak shtazë të ndjeshme që me njëherë reagojnë edhe ikun, por patëm mundësimi po fatmirësisht. E pam ne drenushën një nga këto punime që i kemi
Në studio të cilat i kam punu shoqet edhe shokët e juaj, nuk e din që se ju kanë sugjeru që ju me folë rreth tyre, po kisha dashur me ditë edhe për këtë pjesën artistike që e keni shfrytzu për me dhënë mesazh përmes artit. Po, ne kena pas se aktivitet që me bë vizatim ose esej ose aktivitetet të ndryshme që lidhen me natyrën edhe me gjërat që i mësuam gjatë këtyre 2 ditëve, ku shokët tanë e kanë bë 4 piktura që lidhen po me këtë temë. Njëna për pikturave paraqitet e dreri, ku ata kanë thënë që gjatë Covidit, kur gjitha shtëpitë kanë qenë të mbyllura, drerët kanë dalë edhe shtazët e ndryshme kanë dalë edhe e kanë qenë më të lira. Kanë qenë më të lira, po. E kanë shiju karantinën tonë. Ka dhe të njëjtën kohë urbanizmi, fatkeqësisht ndryshimet që... Tjetra piktur tregon për se toka ka më ndryshu kur ka qenë më herët në gjelbrime, ka qenë për si do të jetë në të ardhmen nëse nuk bëjmë diçka edhe urbanizime do të jetë shumë më i përhapur se sa është tani. Tjetra piktur tregon një dorë dhe një dek ku tregon se njeriu po ashtu ndihmon në mjedisin, edhe në pamët, edhe në pyllëzim, po ashtu edhe ai mund të bëjë dëm. Tjetra piktur tregon pyjet që kena pasur ato të blinajës, ku tregon një zog edhe pamën edhe gjethet. Edhe zjarrat. Dhe këto sfidat apo jo me cilat përballen pyjet në përgjithësi, po përveç kësaj ka pasur edhe mesazhe të ndryshme të cilat janë shumë disa prej tyre mundesh me i nda me neve, Erina. Patjetër, më vlen me përmend se si është ndërlidhur edhe pjesa interaktive dhe aktiviteteve. Pra, duke kalu prej debatit edhe prezantimit që kemi pasur dhe panelit diskutimit, kemi vazhdu të kjo pjesa që e ka nxit aktivitetin edhe i ka përfaq më shumë edhe aftësitë e nxënësve, në këtë rast në fushën e artit dhe letërsisë që ndërlidhet me pyjet. Një prej tyre ka qenë edhe shkrimi i eseve, po edhe i motove që lidhen pikërisht me temën për të cilën jemi mbledh. Disa prej tyre, planeti ka rrejnë dhe ato quhen pyje, që tregon më së miri se si një bim që nuk mund të funksionojë pa rënjes së saj dhe që është e paqëndrueshme, ashtu edhe planeti dhe toka jonë nuk mund të qëndroj pa pyjet. Është shumë e vërtet pyjet janë mushkrit e botës, pa ato sikur organizmi, sikur lulja, secili organizëm i gjallë nuk mundet me funksionu ashtu siç duhet. Edhe në heshtje pyjet kërkojnë mbrojtje, është për arsye se natyrisht fuqia e tyre nuk është të flasin, por realisht me efektet e tyre negative që i shkaktojnë, por edhe me shfaqjen e dukurive të pazakonta që po ndodhin sidomos kohëve të fundit, tregojnë që duhet kushtuar kujdes dhe mbrojtje ndaj tyre. Më ruaj dhe kultivo që të mbroj dhe të strehoj, pyjet janë mbrojtje për ne, e përmendëm shumë mirë rolin ekologjik që ato kanë, pa to jeta është e pamundur në tokë, sidomos tek absorbimi i dioksidit karbonit dhe prodhimi i oksigjenit, pra janë jetike, dhe ruajtja dhe kultivimi i tyre është detyrë dhe përgjegjësi e jona që të kemi një jetë sa më të shëndetshme, si dhe fundit s'ka planet B, pra nuk është thjesht detyrë ose detyrim i secilit prej nesh, por është edhe përgjegjësi e jona, pra nëse nuk e ruajnë tokën, nuk e ruajnë jetën tonë dhe jetën e pasardhësve tonë. Vërtet shumë do me thënë se të gjitha edhe normalisht do duhet të na bënin të gjithëve të mendojmë rreth rëndësisë dhe kujdesit që e meritojmë për dhe jemi të obliguar dhe të detyruar si banor të këtij planeti që ja kushtojmë pyjeve. Cilat janë sfidat kryesore që ndërlidhen me menaxhimin e pyjeve në Kosovë, zoti Ajredine? Përmenda pak më herët mungesa e financimit sektorit, fatkeqësisht domethënë mjedisi, pyjet nuk janë prioritete domethënë tek ndarja e buxhetit në nivel të shtetit. Kështu që pa financa domethënë nuk mund të menaxhohen gjysa territorit vendit. Sfida tjetër është
numri i vogël i stafit profesional, këto janë ndër sfida, mirë po, kur flasim për sfida tjera, domethënë ai kemi prerjen ilegale e përmendëm, mirë po, viteve të fundit kemi domethënë shtimin edhe zjarreve pyjore. Kjo është vetëm fillimi, na shohim domethënë efektet e ndryshimeve klimatike, ngritjen e temperaturave, të rreshurat gjithnjë e më pak. Kështu që domethënë gjitha këto domethënë shkaktojnë domethënë efekte domethënë tjera edhe potencialin shtimin e rrezikut ndaj zjarreve në pyje. Po ashtu, me efektet të ndryshimeve klimatike, gjithashtu do të kemi edhe probleme tjera domethënë sa i përket domethënë insekteve apo smundje në pyje. Na kemi disa identifikume si smundje, ku po ashtu programi ka mbështetur domethënë ngritjen e kapaciteteve brenda vendit, kryesisht me Institutin e Pyjeve në Pej, ku laboratori është financuar dhe është pajisë me të gjitha pajisjet më moderne, sa i përket domethënë mbrojtjes pyjeve apo luftimit smundjeve në pyje. Ne kemi filluar me smundjen e kancerit gështenjes dhe po ashtu kemi ngrit kapacitetet sa i përket procesionares pishës, e cila është domethënë është shfaq në disa kultura pyjore në Kosovë. Gjithsesi domethënë janë smundje tjera, për shembull raste domethënë smundjeve të gresës së gështenjes, e cila ndodhet në Shqipëri, në zonën e Tropojës. Mirë po, pritet domethënë që gjatë viteve të ardhshme të jetë prezente edhe në Kosovë. Kështu që neve faktikisht pyet edhe natyra nuk ka kufi për cilën domethënë qoftë zjarrat, qoftë smundjet, efektet negative për cilën edhe vende tjera. Neve si shtet duhet jemi të përgatitur me kapacitete dhe me mjetet e duhura domethënë që të menaxhojmë edhe të luftojmë këto smundje apo edhe parandalimin e zjarrave në pyje apo efekteve tjera negative. Kështu që pse është e rëndësishme rinia, mirë për gjithë si shoqëri neve duhet domethënë të fokusohemi, të shtojmë fokusin domethënë tek mbrojtja e pyjeve për arsye të vlerave të tyre, vërshimet, rrëshqitit të dhejut, erozioni, mbrojtja e lumejve, dihet që domethënë absorbuesi kryesor domethënë edhe depozitimi kryesor i ujrave janë pyjet. Cilësia e ujrave po ashtu lidhet nga pyjet. Parandalimi i vëshimeve gjithashtu domethënë vendet ku kemi pyje domethënë rreziqet domethënë janë shumë më të ulta në krahasuar me sipërfaqet e djera, ku do të kemi domethënë pas rreshjeve të qytet rreket dhe shkaktim të vëshimeve. Të janë pak a shumë domethënë ato që neve duhet të si shoqëri domethënë të përkushtohemi edhe të kushtojmë kujdes më të madh. U tha që ka nevojë për kuadro profesionale në këtë aspekt, kështu që besoj se keni një porosi, një mesazh për sebi maturantët, por edhe maturantët që të vazhdojnë dhe të orientohen pikërisht në studime në të cilat nesër ata munden me dhënë kontribut në mbrojtjen e pyjeve dhe mjedisit. E para që ka e kësha dosht me ndërlidhësh se ne si shoqëri është shumë e rëndësishme qysh nga familja, fëmijët tanë t'i lidhi me natyrën. Të dalim sa ma shumë natyrë, që të tregojmë atyre mbi rëndësinë e pyjeve dhe në përgjithësi për mjedisin, edhe në këtë mënyrë na kemi me ndërtu këtë e informatë ta që pastaj edhe ata do të shprehin dëshirën që në të ardhmen pastaj të studiojnë. Është e vërtet për të rinj që ka kisha me cek, sepse fatmirësisht këtë radhë në qytetin e Prishtinës që Çevdedoda është përzgjedhur nga ky projekt, që më herët nuk kam pas mundësi, domethënë për sa vite që veç mbi 10 vite sa jam në Çevdedod, nuk kemi pas për shkakun ndonjë ftesë ose diçka të tillë për me pas qasje mbi rrësinë e pyjeve. Kemi jashtëzakonisht nxënës të mirë me kapacitete të jashtëzakonshme që mund të studiojnë brenda Kosovës, por edhe jashtë Kosovës, që pastaj ato informacione t'i zbatojnë brenda vendit tonë. Kështu që në të vërtetë maturantëve për këtë vit që janë, është mirë nështë me e mendu që nuk është gjithë çdo herë vetëm drejtimet e caktuara që veç janë zgjedh, mirë po drejtimi që ka të bëjë me pylltarin është që t'jep mundësi të jashtëzakonshme për të shfrytzuar ato, qoftë me pyjet, qoftë me ndryshimet klimatike, me florën, me faunën, që lidhen me gjitha proceset tona jetësore. Kështu që me teknologjinë janë shumë mirë, me gjuhën angleze po ashtu janë shumë të mirë, që këto të dyja këtyre ju ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme me zhvillu pastaj edhe me kriju ekspert që neve si vendi jonë kemi nevojë për me zhvillu pastaj pylltarin edhe me rregullu situatën që fatkeqësisht nuk jemi ashtu si duhet jemi.
Shpresojmë shumë që Era, Erina e shokët e shoqët e juaj nesër t'janë në vendin e Zotit Hajredini këto në këtë karikën si ekspert të pylltarisë. E keni ju në qef? Jeni të përcaktu se ku do vazhdoni? Unë profesionin e psikologjisë e du, edhe mjedisi është diçka që më pëlqen shumë, edhe kisha dashur me në të ardhmen, Dhe lidhet psikologjin me mjedisin, me rëndësinë e mjedisit. Mi ndërlidh këto dyja edhe me bë diçka që muna mi ndihmu vendit tonë Kosovës me mjedisin edhe me pylltarinë. Irina? E nduket kemi folë, po. Për mu realisht është fillimi, për arsye se unë jam vitin e parë të shkollimit të mesëm të lartë. Mirë po besoj shumë edhe shpresoj që projektet tilla do me thonë që të kultivohet një kulturë e tillë ekologjike në lidhje me këto tema të rëndësishme, për arsye se kjo ndikon më shumë edhe tek promovimi i këtyre profesioneve tek nxënësit. Fatmirësisht e kemi nisë mirë, unë si vit të parë kom pas mundësi me marrë pjesë në një projekt të tillë, kështu që pse jo ka ndiku pak të ajo pjesa e përgjithshme ndoshta të profesionit. E kemi pak edhe kulturë në familje, se i kemi prek ndoshta këto profesione, kështu që nuk i dihet asnjëherë jetës. Shpresoj që kështu të kemi fatin edhe fëmijët e tjerë të marrin pjesë në këto projekte dhe apeloj që numri i tyre të rritet sa më shumë, edhe financimi i tyre t'i kushtohet rëndësi kësaj pjese, edhe pse jo ndoshta në një të ardhme mundem me qenë në këtë profesion. Unë po uroj që sa do pak edhe me këtë emision kemi arrit me e ngrit këtë si çështje, si rëndësi edhe si sensibilizim sa i përket ruajtjes, kujdesit edhe mirëshenjës së pyjeve, të cilat lidhen pastaj drejt për drejt në mjedisin edhe në shëndetin tonë. Kështu që unë ju falenderoj shumë gjithëve për kontributin që na keni dhënë në këtë program edhe shpresoj t'ju kem sërish në studio për tema të ndryshme. Ju faleminderit për ftesën. Edhe përpos edukimit, normal media ka një rol të jashtëzakonshëm në promovimin e vlerave, dhe si ftesa sotme, shpresojmë që të kemi edhe më shumë emisione sa i përket natyrës edhe pyjeve. Ju faleminderit shumë. Shumë kënaqësi, faleminderit shumë.